Plumbi vetët tuaj, me ecje më të rënduar, me të folurën më të ngadalshme, por po ma të thjeshtësi dhe po atë bindje brenda tij. Fati nuk ka qenë kurrë bujar me të, por ai ka ditur të rezervojë një bujari që nuk e rezervoi gjithkujt. Ai ndjetoi nga vitet e gjata të burgjeve komuniste për të parë mrimin e tij të fundit dhe më pas ringjalljen e besimit fetar dhe të Shqipërisë. Në vitet e errta të vuajtjeve dhe dhunës, torturave, të eliminimit të miqve dhe kolegëve, ai nuk ishte ndëruar në fakt më shumë se kaq, të shihte ditën e lirisë dhe më pas të përmbushte autoritetin më të madh të jetës së tij, rrëfimin e viteve të errta të komunizmit dhe vuajtjeve që kishin hequr të gjithë. Ai e bëri këtë përmes 750 faqeve të librit të tij të mrekullueshëm titulluar Rëno vetëm për me treguar. Në fakt, brenda rrëfimit thuajse i gjysmë shekullor të tij gjendet gjithçka. Historia tragjike e Shqipërisë komuniste është ndrydhur në të, qendresa e panjohurit klerit katolik, kundërshtarëve politik të regjimit dhe gjithë atyre që nuk pajtoheshin me tiraninë. Një antologji e mrekullueshme personazhesh, nga më fantastike, një renditje ngjarjesh në duke pa bujë, por që kanë përbërë gjithë universin e një tiranie që nga absurditeti, ashtësia e dhuna ishte thuajse unikale në botë. Jeta e Atë Zef Plumbit del në libër përmes etapave të zhvillimit të vetë historisë së Shqipërisë. Djali nga Mërsia e Lezhës e nisi rrëfimin e tij në ditën e parë të hyrjes së partizanëve në Shkodër. Ai dëgjoi sërish, për herë të parë pas shumë vjetësh, jeronën e këmbanave të kishave. I ndodhur në burgun e Borshit, nuk e kupton dot nëse jeronin vërtet apo ishte thjesht një iluzion, por kishte pak rëndësi. Ai ka dalë tashmë në agun e një dite të re, që Atë Zef Plumbi e shfrytëzoi dhe vijon ta shfrytëzoi mjeshtrisht. Ai merr pjesë në rihapjen dhe më pas në ringjalljen e objekteve të kultit. Ai merret me rindërtimin e kishave e kuvendeve, por mbi të gjitha me ringjalljen shpirtërore të saj. Përshëndetje dhe mirëseardhje të gjithëve në aktivitetin artistik letrar, tashmë tradicional, çmimet letrare Atë Zef Plumbi. Ky aktivitet vjen si një event i rëndësishëm kombëtar i cili nderon krijuesin shqiptar me emrin e apostullit të fjalës dhe mendimit lirë, ikonës së qendresës antikomuniste, misionarit të shenjtë dhe shkrimtarit të madh të letërsisë shqipe, tashmë me famë ndërkombëtare, mbarkombëtare, Atë Zef Plumbi. Aktiviteti e ka zanafillën e tij në vitin 2012 si ide dhe organizimi komun në Shëngjin atë kohë. Por që pas vitit 2014 pati një ndërprerje, e cila u rikthye drejtësisht për krijuesit falë iniciativës së kryetarit të Bashkisë Lezhë, zotit Pirin Dreu, në shkurtin e vitit 2020 dhe që ka vazhduar pa ndërprerje çdo vit si aktivitet me pjesëmarrje ndërkombëtare. Si një organizim dhe mbështetje Bashkisë Lezhë përmes Drejtorisë Kulturës dhe Trashëgimisë si aktore aktiviteti, si dhe në bashkëpunim me UET-n dhe Prince Resort. Ndaj do doja të ftoja për të përshëndetur në këtë aktivitet kryetarin e Bashkisë Lezhë, zotin Pirin Dreu. Jam shumë i lumtur sa e marr pjesë në aktivitete të tilla, sidomos për emra emblematik siç është Atë Zef Plumbi, i cili ka lënë shenjë pashlyeshme në jetën publike shqiptare. Ai ishte meshtar, ishte qendrëstar, shkrimtar, politolog, kishte gjithçka i duhej një burri, dhe në fakt mesazhet që ai ka lënë
janë mesazhe të rëndësishme. Unë kam pas shansin të lexoj të dy librat e Azeflumit. Kam ngel impresionuar nga ajo që mënyra se si ai trajton vujtjet në diktaturën komuniste, po dhe analiza politike që ai ka bërë këtij veni është jashtëzakonshme. Duke dalë fare nga ai manteli i ndihimit politik, ai godet thot grenzojnë për gjithçka që mendon se nuk shkon, dhe në fakt shumë fjalë të atij dolën. Kam qenë i surprizuar nga histori kurrë shkruame, nga mënyra se si një prift italian u bë bashkë me Mehmet Pashën, e si u shëru djali Mehmet Pashës, Karamanot Pasha, e si në pushtetin Shkodër, e si shkoj, ishte qenë një gjë që më kalon në gjurmë, po ky njeri na bën një bënder këtij vendi dhe ne nuk bëjmë gjë tjetër veç sa mundohemi që t'i shkojmë pas, po madhështia e tij është aq e madhe sa ne ndoshta se kapim dot, por këto aktivitete mendoj se janë aktivitete që duhen dhe ne nuk bëjmë shumë, por respektojmë një ndër figurat më të rëndësishme të shqiptarisë. Dhe kam nderin këtu që jam me personalitete të ndryshme. Për Dolfin e kemi tonën, takova Sodiusin Ilir Ekonomi, kemi bërë muhabet dhe kemi ndërru shumë gjëra pozitive bashkë duke ecë edhe në përlesh. Falenderoj Det Malutën që është një ndër biznesmenët më kontributor në art dhe në kulturë. E gjen të libri, e gjen të evente të tilla, e gjen të piktura, e gjen të çdo aktivitet. Karakteri i tij social është i pazakont sot në fakt në çarqet e biznesit, sepse shumica e biznesit kanë merren me ç'a marrin, po se ç'a japin. Deta dhe në një e ka. Falenderoj Det për gjithçka. Bashkia e Lezhës tani e ka injektuar në ADN-n e të vepruarit përditshëm organizimin e aktiviteteve jo vetëm të këtij lloji, po për gjithkon. Edhe lërjen e hapësirave gjithkujt që vën një gur në kulturën e jetën e përditshme të këtij qyteti, i cili në fakt ka qenë qyteti i muzës, kur në zgjedhja e kur Rodolfi e Preqi e shumë të tjerë, Akimi Sahu, Besnik Mosafaj, Shpesa Kapisyzi, një grup shumë i madh e evidentuan Lezhën si një vatër jashtëzakonshme kulturore. Ne po mundohemi të shkojmë edhe me talente të reja, klubi në zgjedhja po bën punën e vet, shkollat po bëjnë punën e vet. Sot kemi një shkollë muzike Beslive që është fantastike. Me ca talent që i ka Zilia dhe për nga kova në Shkodër, ka fillu të mendohet mirë se duk si duhet Lezhë e ka atë muzën dhe po e nxjerr sipër. Ne si bashki jemi aty për të mbështet çdo aktivitet, çdo person i cili kontribuon në art dhe në kulturë. I përjetshëm kujtimi i Azeflumit, ne gjithmonë të ndjehemi debitorë ndaj tij, një konkurs është pak për të, por në vazhdim ne kemi edhe ide dhe projekte të tjera që do ta lartësojnë më shumë këtë figurë të jashtëzakonshme të këtij vendi. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen, për respektin, për kontributin, për gjithçka bëni për Lezhën. Aleksandr Kurgji, antar, Alda Bardhyli, antare, Arben Prendi, antar dhe Gjon Marku, antar. Vargjet e mia kanë lindur gjatë një viti
barbar. Një dimi shqiptar, kur jo s'kish lullet gjetha s'bar, ku zhveshun e s'bathun, krejt raskapitun, veç me bukt mykun, meqa i uritun, nër prangat e rana, kam, dur, lidhun, nër prangat e rana, përdonis varite jeta ma e hidhun. Nuk pata gjyë shkrimi, por i shkrova nga lerë, me lot, me gjake dhe me vnerë. Ah, vendin, atje ku një lumë buron nga liqenet kristalta, shan rrugën drejt verit mes maleve të nalta, shkumzon e për plaset nërhonet thella, kryon shumë i vara, hynë për shpella, e pastaj qetësohet kur derdhet në det, e një aty përsiroje i rinë mali i shkret. Por s'është mali i shkret a i vend ku kam leku sparit, unë kjava kur zbrita mbi dhe vërtet. Shkam i bardh, pa uj, mali thatë, por qeshun i ka burat, qeshun i ka gratë, këtu delet me mija, shojnetin me tamën, edhe bleta nga luret në zirë mjallën ma të amën. Dy anat e drinit shtrijet, krejt arbnia, përbuz nga shekuj, harru historia, këto brigjet u lishta ja lagin dy detet. Por kur kësaj tokë si pushuan tërmetet, kur njerëzit ndanë botën, këtu e vunë ku finin për gjys në adan venin, linjen përendimin. E unë ndeshta ta la një dit, këtë tokë të lagun me lotë, se bota ka venet tjera, ma të bukura, ma të pasuna plot, ma të bukura po, por ma dashtën ajo. Dhe kur arrita tek piramida mbi mal, zemra më shpërthej fuqishëm, tha, nalu më tha, riktu, kjo është toka jote. Kujtimi saj do të mjekish do s'kaj kësaj bote. Qka do të bëjsh? Bane me dëshirë se kësaj toke do t'i vij, pa pushim, dritë, lumëturi, paq edhe jetë e shpëtim. Janë vargjet shkruar nga Atë Zefrumbi, që shkruar në Qelit e Burgut dhe në galerë atje. Dhe tani, do të doja që fjallën t'jap zonjës Suadela Badhiu nga UET Press. Shëndetje të gjithëve, është nder për mua, nder besoj edhe për kolegët, sepse të gjithë jemi përgjigjur ftesës për të qenë pjesë e jurisë vitit 2025 të edicionit Atë Zefrumi. Dhe është e rëndësishme shumë, gjerasin që të falenderoj edhe kryetaren e bashkisë, sepse Lezhë sot ka një itinerar kulture, që në shumë vite i ka munguar. Unë kam punuar në Ministrinë e Kulturës një pjesë të madhe të kohës dhe kur vinim në Lezhë, vinim kryesisht për problemet që kishte Lezhë. Tranzicioni kishte goditur fort në këtë qytet dhe sot kemi, le të themi, politika dhe ngjarje kulturore që unë mendoj që do të shtohen në të ardhmen për ta kthyer në një destinacion kulture përveç vlerave të tjera që ka Lezhë. Doja të thoja dy fjalë për Padër Zefin. Unë e kam takuar 2 herë, po një takim që mund të veçoj ishte organizimi i promovimit në Tiranë të Piramida, i veprës së fishtës të përkthyer në anglisht nga Robert Elsej. Ishte Highland Glut, ishte përkthimi i Laudës Marcis, kur ne bëm bashk Robert Elsjen edhe Padër Zefin u takuan atje. Ka qenë një nga ngjarjet më të rëndësishme, po një moment që mua më ngel në mend ishte kur për herë të parë ne zbulojmë me anë të koleksionistëve një shirit ku Adel Fishta kishte interpretuar Laudën e Marcis. Sot mund ta gjeni në internet, ajo ka dalë, po herë e parë ishte në nëntor 2006. Dhe unë i përqendrova syt tek reagimi i Padër Zefit. Ai u ngrys fillimisht kur filloi regjistrimi, se kishte edhe pak zhurmë, se ishte një cilësi jo shumë e mirë, po zëri duke i qartë. Dhe pastaj aty ju shtriqen ato tiparet, pra do të thënë pas kaq dekadash ai dëgjoi interpretimin edhe zërin e Gjergj Fishtës, të cilin e kishte njohur dhe shprehur dhe në shkrimet e tij. Edhe për ne, pasi është i disa vit që zhvillohet ky edicion, mund të them që këtë vit ne patëm të vështirë, pra nuk është një fjalë klishe, e patëm të vështirë se veprat ishin dinjitoze. Punimet ishin serioze. Autorët ishin njerëz të cilët studius të cilët na vunë në një lloj sedre profesionale, por jemi edhe të vërtet u evidentua me njëherë vepra
të cilën do ta shpallim sot, e cili ishte një kontribut me shumë peshë, me shumë vlerë dhe që sillte jo vetëm një këndvështrim, por edhe një bum informacioni dhe trajtese dhe analize mbi një nga figurat më të njohura të historiografisë shqiptare. Atëherë, pa humbur kohë, unë po lexoj dhe po shpall fituesin. Çmimi kombëtar Atë Zefllumbi në edicionin e vitit 2025 i akordohet studiuesit të mirënjohur Ilir Ikonomi. Për veprin e tij të fundit Fanoli Rebeli. Ky vlerësim i jepet në nderim të kontributit të çmuar në fushën e publicistikës historike, për rritësitë që sjell në trajtimin e figurës komplekse të Theofan Stilian Nolit, për këndvështrimin origjinal dhe analizën e thelluar të etapave kyçe të jetës dhe veprimtarisë së tij shumë dimensionale. Kam deri. Sa gjë e bukur që çmimet jepen larg Tiranës, çdo gjë bëhet në Tiranë zakonisht, por kjo është një gjë e mrekullueshme dhe ku jepen në Lezhë. Lezhë me të vërtetë meriton atë, siç tha dhe Pierini është qyteti i muzës dhe marr me mend pse është ashtu. Dhe Rudolfi mund ta shpjegoj më mirë se çdo njeri tjetër, sepse Lezhë ka çdo gjë. Ka lumin, ka malin, ka bregdetin e mrekullueshëm, ka të gjitha. Po më vjen mirë që në radhë parë duhet të falenderoj Universitetin Evropian Tiranës dhe sidomos Bashkinë e Lezhës që kanë marrë këtë nismë kaq të bukur. Ky është një çmim, unë e kuptoj që është një çmim shumë prestigjioz, nuk është si shumë çmime të tjera që jepen dhe unë mendoj se Shqipëria është mirë të ketë disa çmime të përqendruara, po të jenë çmime të mira, të jenë prestigjioze. Dhe më vjen mirë që këtë e jep Lezhë, si simbol i gjithë këtyre që thash. Por jam sidomos i lumtur që bëhet fjalë për një çmim me emrin e madh të Atë Zefllumit. Unë mendoj se njerëz që shkruajnë biografi si puna ime duhet të kenë parasysh dy vepra që janë shkruar në Shqipëri, që janë emblematike për Shqipërinë. Edhe njëra është Kujtime dhe Qerem Bej Vlorës, që për mua është një libër i mrekullueshëm dhe unë i kthehem dhe i rikthehem se aty mëson gjëra pafund. Dhe libri nuk është një gjë që e lexon një herë dhe mbaron. Libri ka shumë shtresa. Një shtres është për ata që lexojnë cekët. Pastaj ka shtres tjetër që ti mund të thellohesh dhe një shtres tjetër pastaj që mund të thellohesh akoma më shumë e kështu me radhë. Dhe tjetër është libri i Renault vetëm për me tregu. Kjo vetëm titulli ka një kuptim shumë të madh dhe simbolik. Çfarë do të thonë? Do të thonë ti jeton, shumë njerëz ikin nga kjo botë pa bërë një gjë, pa lënë një gjë mbrapa. Po Atë Zefi ka thënë që unë jetoj për t'i tregu këto që kam parë, se ka shumë rëndësi për brezin tjetër që ti mësoj, të di se çfarë ka ndodhur në këtë vend. Është shumë e rëndësishme kjo. Unë e kam pas lexuar Atë Zefin me një ëndje të madhe shumë, por për fat keq kam qenë në Amerikë dhe në fakt më takon të kthehem në Shqipëri se këtu kam lindur, këtu duhet të kthehem. Dhe nuk kam pas mundësi ta takoj njëherë Atë Zefin. Kështu ka qelluar. Po kam lexuar dikur një nga kapitujt e mrekullueshëm të librit të tij në arkiv, thotë. Dhe Atë Zefi ka pas rast në vitin 1942 bashkë me Pater Anton Harapin, që të gjendet përpara një arkive, një dhomë të madhe ku ka arkat mbushura me dokumente. Dhe ai përshkruan atë entuziazmin dhe tronditjen që ka pësuar kur është fut në këtë arkiv ku ndodhen gjërat për Shqipërinë, gjërat panjora për Shqipërinë. Dhe këtë përpiqen të bëj dhe unë të futem në për arkiva si Atë Zefi. Edhe sa herë jam në një arkiv, patjetër që më bie ndërmend ai kapitulli i Atë Zefit në arkiv. Dhe ndonjëherë qëllon që gjej në një gjë tronditse, në një gjë me të vërtetë të mirë, që shumë historianë lakmojnë, dhe nuk e gjen dot. Po mua më ka qelluar, për shembull, qoftë në arkivin amerikan apo këtu në arkivin e shtetit në Shqipëri, ka gjëra shumë të mira. Dhe kujtoj atë tronditjen e Atë Zefit, që hapi një arkë dhe aty gjen gjëra.
Po është një vepër që unë mendoj se duhet ta lexojnë gjithë dhe sidomos brezi i ri duhet ta lexojë patjetër. Bashkinë e Lezhës dhe kryetarin Pierin Nderën për ta mbajtur gjallë këtë traditë kulturore që ka Lezhë, që është shumë e veçantë. Ju faleminderit gjithëve. Na japi ca valë që të atë zeftumit nga anëra ime. Eftoj. Ju përshnes gjithve, në radhë parë doja të uroja gëzuar Pashkët gjithë besimtarëve katolik, dhe sot do recitoj një poezi të madhit Atë Zefplumi. Ëndra jeme, e di se në tokë ka dim nga pranverë, e di se mbi tokë ka plumba skifterë, e di se mbi tokë ka uqë dhe dele, ka pasanik, e kam zdathën në zhele. Për këtë se kuptoj, pse në tokë së ndonë dhuna, forca shtazore, jo menja, jo puna. Se ma dashunisë, si lanë kërkund vend. A thue se njerëzit janë gjithë pa mend? S'pat bota njerëz të menshëm? Pat, po si s'pat? Por o kjen të plakun, o të vorfën pa fat. Prandaj unë e dua atë ëndrën e mirë, që njerëzit dikur, me hirë o pa hirë, të rrëdzojnë e përmbysin kultin e dhunës, instiktet shtazore, të menjes dhe të fortunës. Dhe në vendin e tyne të vetë mirësia, zemra njerëzore e dashunia. Shnetit gjithve, por shnetit Zoti Kryetari i Bashkisë, shumë respekt për ju që bëni kaq punë të mira, jo vetëm për qytetin, por edhe në të mirë të kulturës, të njerëzve të dijes. 2 çmimet kombëtare Padre Zefplumi dhe çmimi Gjergjista e kanë kalu prej kohësh për masën e Lezhës dhe janë në ushtat vetme çmime që organizohen në territorin shqiptar. Urime Zoti i lirë ekonomi për çmimin, suksese për punën tuaj. Atëherë, certifikata të japën personave që kanë marrë pjesë këtu, Zoti Nikol Loka, në shenjë vlerësimi dhe menjohi për pjesëmarrjen, angazhimin, krijimtarinë dhe përkushtimin për çmimin Padre Zefplumi. Sukses. Zotit Martin Deda. Sinqerisht ndjem i emocionuar me këtë aktivitet dhe për çdo krijues, as më tepër për mua si një krijues modest, të mbetesh në radhën e këtij emri të madh siç është Atë Zefplumi. Libri Modesti imi vlerësoj urinë që ka mbetur në kujtesën e tyre, por është edhe një mesazh për 2 emra të mëdhenj, të zejës së krijimtarisë letrare, dramaturgun Fadil Kraja dhe gazetarin e publicistin Trenj Baloj. Respekt edhe një herë juristë dhe faleminderit Zoti Kryetar për aktivitetet që po zhvillon dhe keni zhvilluar për gjatë mandatit tuaj tashmë të dytë. Faleminderit. Zoti Ded Ramani.
Urime dhe suksese. Ju përshëndes gjithë. Falenderoj kryetarin e bashkisë për aktivitetin e zgjuar. Njëherësisht vlerësoj dhe jurin që na ka vlerësuar me certifikat. Ju përshëndes dhe me shtet poshtë. Zoti Pranjë Tepa. Zoti Pranjë Leqi. Urime dhe suksese. Zoti Lot Sproku. Urime, sukses. Zoti Nues Maçi. Urime. Dhe zonja Blerina Kolaj. Urime dhe suksese. Urime dhe suksese gjithë. Edhe pashë të mara e të mja. Në muzat e Greqisë lashtë kanë qenë 9 muza. Njëna është Kaliopi. Kaliopi është muza që mulon poezinë. Por ajo është në tjetën kohë dhe prenesha kujtesës. Që të me thanë kjo? Do thot që kujtesa është thelbi më i madh i artit që krijon njerëzimi. Pa kujtesë nuk ka asgjë. Para se me ardhur bëna një vizitë tek Varrezat dhe shkova pasaj tek kisha tek manastiri që është bashkë për Varrezave. Takova një pritin dekanin e seminarit që ishte nga Meksika. Dhe me tha një diçka që është e ditur, por gjithmonë dituria duhet përsëritur dhe duhet majtë në kujtesë. Ai më tha kështu: për ne, tha, për kishën katolike dhe për edhe si pikpamje filozofike, nuk është e rëndësishme lutja. Më e rëndësishme se lutja është kujtesa. Është dëshmia e kujtesës. Dëshmia. Do të thënë njeriu e ka për detyrë që të tregojnë çfarë ka ndodhur dhe çfarë din. Dhe kjo është thelbi i kësaj që ne që në kam leu. Padre Zef Pume është një dëshmitar i jashtëzakonshëm i historisë. Dhe mënyra se si e tregon ai, pa inade, sekreti i madh, thot dikun Padre Zefi, është që unë tregoj pa inad. Tregoj me dashni. Mund të tregosh gjën më të tmerrshme që ka ndodhur në botë dhe tregon me butësi. Dhe ai që është i mbrapsh mund të tregojnë gjën më të bukur dhe tregon me inat. Ajo që fiton tek njerëzimi është dashnia. Është rrëfimi i së vërtetës, dëshmia me anë të butësisë dhe të mirësisë njerëzore. Mo më vjen mirë që unë kam një lidhje të ngushtë me Padre Zef Pumin, nuk duhet të flas për veten, por kam pas fatin që e kam pas mik të ngushtë. Kam taku qysh në fillim, e kam ndihmuar aq sa ai shkruan dikun që
e falenderoj Rudolf Markun për ndihmën që i ka dhënë popullsisë katolike të Shqipërisë deri në këtë shkallë. Dhe tek libri Historia e treguar ndryshe, kam pas fatin që ka një pasazh që tregon një moment që ne kemi shku bashkë me Pater Zefin dhe me Aurel Plasarin në Shkodër në vitin 1989 dhe kemi guxu për të folur për Gjergj Pishtin. Për te të gjithave e kemi personazhin e letrave shqipe pakundshëq në sensin e mënyrës të shkrimit e rrëfimit të historisë dhe këtë Fadolfi dhe kanë thënë plot personazhe të tjerë, ndoshta është simboli i personazheve tonë të letrave i cili rrëfen në një mënyrë të pakundshëqe. Megjithatë, unë po duke anashkalu, domethënë edhe marrëdhëniet e njohjet e mia me Pater Zefin, sepse nuk shtojnë ndonjë gjë, ajo që do të thosha shkurt është që lidhet me historinë e çmimit të Pater Zefumit. Ndoshta nuk përmend më shpesh, sigurisht është kriju në mënyrë modeste minore në komunën Shëngjin, ka viju për një 3 edicione, duke qenë dëshmitar tu i pohoj me plotësi saksi. Unë prej 2-3 vjet tjera dhe u desht, këtu nuk kam asnjë superlativ, por në kuptimin konkret të gjës, u desht ardhja e zotënit Pjerin Merut në krye të bashkisë, që të sjellej çmimi atë Zefumi, sigurisht me propozimin e mbështetjen dhe dakordsinë e plot të zotënit Pjerinit të Preqit, shkrimtarit, poetit ton, të Rudolfit, gjithashtu pastaj i cili vijoi edhe me krijimin e çmimit A. Gjergj Pishta, i cili i takon në një periudhë tjetër diku në tetor në rastin e përvitorit linjës të tij. Kjo më ban mu dhe gjithë ne pjesëmarrësve dhe shumë për te nesh entuziastë se në të ardhmen gjithnjë më shumë do të marrë vlera të reja dimensioni i këtij çmimit për një prej figurave më të shume të letrave shqipe. Ju faleminderit, një së gjata. Urua të gjithë fituesve të këtij edicioni për çmimet që morën, se dhe të gjithë pjesëmarrësve të këtij konkursi kombëtar, suksese në krimtarinë e tyre, sa më shumë prurje të reja cilësore në edicionet e ardhshme. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe miru takofshim në aktivitetet e ardhshme të tjera. Ju kërkoj tek koktejli. Faleminderit. Tonë.